Eni Vasili prej shumë vitesh pjesë e medias, së fundmi ka marrë një post shumë të rëndësishëm, siç është ai i drejtoreshës së përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptar. Dihet se kontaktet e gazetares janë të shumta, kjo për shkak se shumë politikan të majtë të djathtë kanë qenë të ftuar në studion e saj. Megjithatë, nga pak persona dihej që Eni kishte një marrëdhënie shumë të mirë me Linda Ramën, gruan e kryeministrit. Disa kohë më parë Linda është shprehur se është frymëzuar shumë nga libri i Eni Vasilit. Madje nuk ka munguar dhe vlerësimi maksimal për gazetaren, sigurisht duke shkrepur edhe foto së bashku. Por duket se themelet e kësaj misie jo vetëm u shkundën nga themelet, por e vun Eni në një pozitë shumë të vështirë. Por çfarë ka ndodhur? Ka qenë kryeministri Rama ai që u shpreh pa kënaqur nga drejtimi i Radio Televizionit Shqiptar nga ana e Eni Vasilit dhe më pas tha se Televizioni Shqiptar ka një shërbim mizerabël dhe së shpejti do të mbyllet. Ata nuk do të marrin më asnjë lek nga taksat e shqiptarëve, u shpreh Rama. Por punonjës pranë Radio Televizionit Shqiptar u shprehën se Rama nuk e tha këtë fjali rastësisht, pasi një ditë më parë gruaja e tij, Linda Rama, ishte ftuar te ky televizion dhe me sa duket, asaj nuk i pëlqeu as pak mënyra se si funksiononte televizioni shqiptar dhe mirëmbajtja e tij. Të gjitha pa kënaqësitë, mendohet se ajo ja ka thënë bashkëshortit, i cili më pas doli me deklaratën se Radio Televizioni Shqiptar do të mbyllet së shpejti. Burime pranë këtij televizioni janë shprehur se kjo deklaratë e kryeministrit ka sjellë dhe prishjen e marrëdhënies së gazetares Eni Vasili me Linda Ramën, të cilën ajo e ka konsideruar mike. Po ju, si mendoni, a duhet të vazhdojë televizioni shqiptar të mbahet me taksat tona, apo ka ardhur koha që ky televizion të mbajë veten me vetë financim? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.